Përshëndetje të gjitha, mirë se keni ardhur, mirë se ke ardhur e nderuar shkelësia juaj. Faleminderit, sot është nder për ne t'ju kemi këtu. It's our pleasure today to have you here. Në këtë aktivitet kaq të mrekullueshëm, Read Japan, që të bëjmë kulturën dhe traditat japoneze, t'i mësojnë dhe nxënësit tanë dhe të shkëmbejmë kulturën dhe traditën tonë. It's really important for us to have this kind of serious and also to know history more. Gjithashtu faleminderit dhe për gjithë mbështetjen e vazhdueshme. Falenderoj gjithashtu dhe stafin e bibliotekës Gjergj Fishta për këtë organizim të bukur dhe mirë se erdhe. Welcome. Thank you. Përshëndetje të gjithëve, atëherë unë patjetër që do ja kaloj fjalën edhe zonës ambasadore. Për ne është më rëndësishme që kemi këtë titull librash sot, sepse flasim për një gamë të gjerë të historisë, kulturës, së artit të Japonisë. Siç e dim, normalisht ka një kulturë të hershme dhe për më tepër me vlera shumë të mëdha. Ndaj është shumë e rëndësishme që ne i kemi dhe absolutisht është një dhuratë e vlefshme, jo vetëm si titull librash, por ndërkohë për ta parë si ura të reja bashkëpunimi midis Shqipërisë dhe Japonisë. What she said. Maybe. Okay, I will translate. Okay, thank you very much. Okay, yeah, okay, thank you. Unë jam Kikuko Kato, ambasadoria e Japonisë në Shqipëri. Good morning, everybody, and distinguished Deputy Mayor, distinguished Director, and distinguished participants or guests. It is my great pleasure to be able to organize or attend this handover ceremony, the books donated by the Nippon Foundation and the Tokyo Foundation for Policy Research. This is actually the 16th donation from that foundation, and today we are handing over 170 books about Japan written in English. And as the director already mentioned, those books are written in English about Japan. So that means it will surely deepen your understanding about Japan from its history, society, policy, culture, economics, and environment, or the literature, everything. And also, it will help your knowledge of English, because those are written in English. And that is actually the main purpose of the donation of this foundation. So I'm so happy that we, as Ms. Director said, between our embassy and to the municipality of Leisure, as well as our bilateral relations. And in 2022, one was donation of the fire trucks and also donation of the medical equipment for the gynecological regional hospital. The books that we have here today. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Në qoftë se keni ndonjë pyetje, mund t'ia bëni zonjës ambasadore, mund të pyesni anglisht, mund të pyesni në shqip, si të keni ju dëshirë në lidhje me librat që na kanë dhuruar, sepse është shumë kënaqësi që ne të shikojmë një pjesë të librave të cilët janë dhe na njohin ne me historinë, me kulturën japoneze. Është shumë e rëndësishme që ne vetë njohim jo vetëm Shqipërinë, absolutisht është shumë e rëndësishme, por gjithashtu dhe shtetet të tjera. Kështu që në qoftë se keni pyetje, ne patjetër me shumë kënaqësi do të përgjigjemi. If any question about the book, apparently no one. The Artemis, in fact. Of course. Në veçanti për dhuratën, por nuk do të harroj të falenderuar stafin e bibliotekës dhe drejtuesin para Arbet Çukës që kanë filluar këtë projekt, se duhet njohur meritët. Falenderoj gjithë që keni përgjigjur ftesës. Tani për sa i përket historisë japoneze, unë kam studiuar shumë. Sidomos Bushido, the soul of Japan, Bushido, the code of the samurai. That's right. Ata kam studiuar më shumë se pjesa më intriguese. I've studied a lot because it's very intriguing. Ndërsa autori më i famshëm që njëhet në Shqipëri, i cili morë me historinë e Shqipërisë, kryesisht me kanonin Lekdugazinit, Kazuhiko Yamamoto. Është i vetmi autor që më do të kam lexuar veprat e tij. Also in Albania is
Yamamoto. You know him? has his book. Kazuhiko Yamamoto. You know him? No, He wrote about the canon of Lake Ducagini. He wrote about the, let's say, first. It's almost the same with Bushido. I think I read in the paper, so it was mentioned his. Doja të thoya edhe një fjalë në përfundim të këtij takimi faktikisht, sepse është një takim shumë njësor bashkë me ambasadorën, me nënpërjetaren dhe me Paulinin, që në bibliotekën tonë ndodhen 120.000 ekzemplar dhe 20-30.000 tituj librash. Megjithatë, ne do të themi që dhurimet të tilla, bashkëpunime të tilla janë shumë të vlefshme për qytetin tonë, për bibliotekën tonë. Dhe shpresojmë to have more. At least something about the environment is here. This Yeah, is it's- waste. yeah, I don't- Waste management. Yes, Yes, right. Okay. We have 120,000 exemplars, sir. Yes, exemplars. And your lives, year after year that we have collected. And almost 20 or 30,000. We have it booked. Judo Dojo, you have a dojo. Yeah. 28 Judo vite. dojo. Judo dojo. 20 years. Yeah. And it reminds me that every year I am at the Ambassador of Japan. So currently, I'm organizing Ambassador's Cup for judo and karate in the framework of Japanese Culture Week every year. And this year, it's going to be in the middle of October. So the details will be announced through our SNS and website. And from Reja to Tirana is today I came by car, but about 1 hour and a half. So please visit Japan. I am very happy to be part of this activity. Organized. Miljoje pa fund për dhuratën, sepse buri themelit i një shoqërie dhe një popull është libri. We want to thank you for the donation because the most important part of a society is the book, and I want to show you my respect for Buri this. themeli i dijes, And I hope that të this vazhdoj is dhe në institucione donation tjera të cilat ka nevojë. continues also in other institutions. It's